Këto janë pamjet e kamerave të sigurisë të restorantit në afërsi të liçenit artificial, brenda të cilit në muajin prill, disa persona në shoqërinë e njëri tjetrit u përfshin në një konflikt fizik dhe madje edhe me armë. Protagonisti i ngjarjes ishte personi që shikoni në video me kapele në kokë, me bluzë të kuqe dhe xhup të zi. Ai është Ilir Shabanaj, i njohur dhe me emrin Adriano. 51 vjeçari ish kryetari i komunës së Kurjanit në Fier, është i njohur për drejtësinë pasi më herët ka qenë i arrestuar për trafik droge. Shabanaj, pasi ishte takuar me disa persona të tjerë në lokal, është konfliktuar me njërin prej tyre pasi ai nuk i dha dorën. Ata shtyn njëri tjetrin, ndërkohë personat e tjerë në tavolinë janë munduar që të ulin tensionet. Me pas të gjithë kanë dalë jashtë lokalit për t'u sqaruar, ndërkohë që në lokal u futen klientë të tjerë familjar. Fill pas tyre, personat e përfshirë në sherr janë rikthyer në tavolinën e tyre, ndërkohë që Ilir Shabanaj, pasi shkoi në makinën e tij, mori pistoletën. Rikthehet në lokal duke kërcënuar dhe goditur Kasem Stanin, me të cilin nisi debatin fillimisht. Sipas policisë, gjatë përleshjes arma është shkrepur aksidentalisht, fatmirësisht pa lënduar njeri. Pas konfliktit të gjithë janë larguar, ndërsa ish kryetari i komunës së Kurjanit, i gjakosur në fytyrë, është munduar që të merrte pistoletën dhe të largohej gjithashtu. Edhe pse kanë kaluar 2 muaj nga ngjarja e rëndë, Ilir Shabanaj është ende në kërkim nga policia.